Motër, unë kam një pyetje. Zoti na thot në fjalën e tij se nuk duhet të jemi gur pengese, as për njerëzit në botë, as për vëllezërit dhe motrat në kishë. Dhe në fakt, me raste ne nuk e kuptojmë se kur jemi gur pengese për të tjerët. Unë do doja që ju të na shpjegoni, ju lutem, sepse nuk kemi arritur të kuptojmë plotësisht se çfarë është të jesh gur pengese për dikë. Faleminderit motër. Mirë, çfarë është të jesh gur pengese për dikë apo për kishën? Çfarë mund të jetë, thot motra? Çfarë mund të jetë të jesh gur pengese? Ne mund të shndrohemi në një gur pengese për dikë, por ai gur pengese shkatron jetën shpirtërore të tjerëve, sepse ju kujtohet juve që Zoti Jezu Krisht ishte gur pengese për izraelitët, ose për judejt në epokën e antikitetit, sepse thuhet se ata nuk besuan te Jezu Krishti. Dhe Zoti ishte atje, përballë tyre, duke predikuar, duke mësuar, duke i korrigjuar, duke i gjykuar, duke i akuzuar, ai dënoi. Dhe ai ishte gur pengese për këta njerëz. Por ky gur pengese ishte në një formë shumë të ndryshme nga sot, kur Zoti apo Fryma e Shenjtë i thot një personi, mos u bëj gur pengese për jetën shpirtërore të tjetrit, që ju të shkatroni jetën shpirtërore të tjerëve duke dhënë shembull të keq, me fjalët e shumta që flisni, me pamaturitë tuaja, me zelitë tuaja, me xhelozitë tuaja, me inatet tuaja, me ambicjen, apo me urrejtjen, me çdo gjë të keqe që ju keni brenda zemrës suaj. Ju mund të jeni gur pengese për ata që janë pranë jush. Për shembull, në familje. Në familje, për shembull, ndoshta ju vini në kishë, ndërsa bashkëshorti juaj nuk vjen në kishë. Dhe ju jeni duke dhënë shembull të keq apo dëshmi të keqe. Atëherë ai, si do të besoj që ju jeni duke shkuar në kishë, duke kërkuar Perëndin, kur shembulli që ju jepni në familje është shumë i keq. Kjo është të jesh gur pengese. Po ashtu fëmijëve, apo pjesës tjetër të familjes, apo shoqërive, apo fëmijëve, apo kolegëve të punës, shokëve të shkollës, që e dinë që ju jeni besimtar, që jeni duke kërkuar Perëndin, dhe kur ju silleni keq me këta persona, aty shndroheni apo bëheni ju një gur pengese për të prekur apo dëmtuar jetën shpirtërore apo stabilitetin emocional të dikujt. Ndaj dhe personi thot, për çfarë të besoj unë të ajo kishë? Si mund të besoj unë në doktrinën e saj, në ato që ju predikoni, shiko se çfarë jetë e bëni ju. Skandalizohen. Kjo është ajo që do të thotë të jesh gur pengese. Kur unë me sjelljet e mia, me veprimet, me mendimet, me fjalët, apo me pamaturitë e mia, apo me gabimet e mia, unë i bëj konfuz personat e tjerë. Lëndoj ata që janë rreth e rrotull meje, ju jap shembull të keq dhe dëshmi të keqe. Kjo është ajo që quhet të jesh gur pengese në jetën shpirtërore të dikujt. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm dhe të kërkojmë Perëndis që të na mësojë, që Zoti të na mësojë çdo ditë se si duhet të sillemi, në mënyrë që të mos lëndojmë askënd dhe të mos i shkatrojmë askujt jetën shpirtërore. Kjo është ajo që Zoti thotë, duhet të ecim në rrugën e shenjtërimit, duhet të ecim në rrugën e perfeksionit, duhet të luftojmë dhe të vazhdojmë të ecim përpara dhe të mos dekurajohemi, dhe të jemi perfekt çdo ditë që kalon. Mirë.